Kryeministri Edi Rama është duke marrë pjesë në samitin e mbrojtjes së demokracisë organizuar nga kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez dhe presidenti i Brazilit Lula da Silva. Në këtë samit në Barcelonë janë mbledhur udhëheqësit e së majtës globale për të mbrojtur dhe mobilizuar lëvizjet e majta kundër së djathtës ekstreme. Rama ka ndarë edhe pamje nga takimi me homologun Sánchez, për të cilin shkruan: Barcelonë me kryeministrin Pedro Sánchez, një udhëheqës i mençur e kurajoz dhe një mik i vyer me të cilin është privilegj të bashkëbisedosh. Këto takime të organizuara nga Spanja me rrjete politike të majta vini një kohë kur shkurtimet e shpejta të administratës humanitare nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ndërhyrjet ushtarake dhe kërcënimet për të udhëhequr nga NATO kanë tronditur statu quo në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe kanë nxitur një rishikim të aleancave globale, të nxitur si një zgjim për socialistët evropian pas rritjes së të djathtës ekstreme. Me zgjedhjet e Bashkimit Evropian në vitin 2024, synimi i ashtu quajturës mobilizim global progresist është të mobilizojë mbështetësit e ideve të majta, duke kulmuar me një deklaratë për veprime të përbashkëta mbi objektivat që variojnë nga mbrojtja e demokracisë deri tek tranzicioni i gjelbërt, thanë organizatorët. Samiti në mbrojtje të demokracisë organizohet nga qeveria spanjolle dhe është edicioni 4 i nisur nga Lula dhe Sánchez në vitin 2024, ku marrin pjesë 3.000 të ftuar, përfshi krerë aktual dhe ish krerë shtetesh, rreth 400 kryetar bashkish, sindikata, aktivistë dhe parti politike. Të dy liderët janë kritik të zëshëm të administratës Trump me Sánchez, që ka qenë veçanërisht i drejt për drejt me luftën në Iran, dhe të dy përballen me sfida në rritje nga e djaththa ekstreme në garat e ardhshme zgjedhore. E djaththa ekstreme në Europë humbi një nga mbështetësit e saj më të mëdhenj, me humbjen e liderit nacionalist hungaris Viktor Orban në zgjedhjet e së dielës. Sánchez ka përshëndetur këtë, duke thënë se vala mund të ndalet dhe Hungaria e dëshmon këtë gjë.